Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Klodian Brau është drejtuesi i ri prokurorisë speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këshilli i lartë i prokurorisë zgjodhi me shumicën absolute të votave pasardhësin Altin Dumanit në krye të prokurorisë speciale pasi dëgjoi 4 kandidatët në garë. Zoti Adnan Xholi mori 3 vota. Kandidati Dolores Musabelli mori 0 vota. Kandidati Elvin Gokaj mori 1 vot dhe kandidati Klodian Brau mori 7 vota nga Këshilli i lartë i prokurorisë. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodian Brau në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mandati i prokurorit Brau në pozicionin e drejtuesit është 3 vjet pa të drejtë rizgjedhje duke filluar nga data 19/12/2025. Mandati i kreut të SPAK, Altin Dumani, përfundon më 18 dhjetor. Gjatë intervistimit nga Këshilli i lartë i prokurorisë, kreu i SPAK, Klodian Brau vlerësoi se sfidë për këtë strukturë të posaçme mbetet fakti që të jetë institucioni që duhet të imponojë njerëzve standard. Brau nënvizoi se hetimi i një çështje nuk sjell problem në stabilitetin e një vendi. Së pari, cilësinë e drejtuesit të prokurorisë posaçme do të garantojë zbatimin e parimit të barazisë para ligjit dhe sa askush nuk është mbi ligj. Prokuroria e posaçme duhet të vazhdojë të jetë aftë të ushtrojë ndjekjen penale, të ngrejë akuza të bazuara në ligj dhe në prova, dhe cili do që ka kryer veprën penale pavarësisht statut të tyre. Ky parim do gjejë zbatim edhe në regjistrimin dhe në hetimin e hetimeve paraprake, duke shmangur perceptimet për drejtësi selektive. Brau i emëruar prokuror në vitin 2007 është po ashtu prokuror pranë SPAK që në krijimin e tij aktualisht e mban detyrën e shefit të seksionit kundër korrupsionit në prokurorinë e posaçme. Gjatë përvojës sime 18 vjet si prokuror kam ndjekur hetimin dhe kam përfaqësuar akuzën në gjyq për një sër çështjesh penale të përfunduar me vendime gjyqësore dënimi, pjesë të cilave edhe kam depozituar bashkëlidhur platformës, ku përfshihen funksionar publik të çdo niveli, nga niveli i bazë, drejtor, kryetar bashkie, sekretari i përgjithshëm në ministri, zëvendës ministër. Po kështu gjatë eksperiencës time si prokuror kam ndjekur hetimin dhe kam përfaqësuar akuzën në gjyq për të pandehur të dënuar në cilësinë oficerit të policisë gjyqësore, prokuror, ish titullar të prokurorisë, gjyqtar në shkallën e parë, gjyqtar në gjykatën e apelit, gjyqtar në gjykatën e lartë. Brau është prokurori i cili ka hetuar inceneratorin e Elbasanit duke nxjerrë urdhër arresti për shumë persona me cilëve ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Brau ka hetuar dosjen 5D duke dërguar në gjyq ish drejtorët e Bashkisë së Tiranës. Një tjetër dosje hetuar dhe dërguar në gjyq nga prokurori është edhe ajo njohur si Toyota Auris, ku janë të përfshirë edhe njerëz të drejtësisë. Gjithashtu Klodian Brau është pjesë e grupit të prokurorëve që firmosën dosjen për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, tashmë në proces gjyqësor në akuzën për shpërdorim detyre në lidhje me rolin e tij si ministër në masakrën e Gërdecit. Joni Keta zgjidhet drejtuesi i ri i Byros Kombëtare të Hetimit. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi propozimin e prokurorisë së posaçme për zgjedhjen e Ketës në një mandat 5 vjeçar. Më 26 nëntor, Komisioni i posaçëm i ngritur nga SPAK i përbërë nga Altin Dumani, Arben Kraja, Behar Dibra konkludoi se Joni Keta plotësonte në mënyrë të plotë kriteret profesionale të integritetit dhe pastërtisë së figurës, duke e renditur atë si kandidatin më të përshtatshëm mes 6 aplikantëve që kaluan të gjitha fazat e procesit. Vlerësime transparente dhe përcaktimi i qartë i përgjegjësive dhe standardeve për sigurinë e gjykata është në thelb të vështirësive me cilat përballet sot sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Vlerësimi vjen nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë në takimin e përbashkët mes Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në këtë tryezë u diskutuan mënyrat për të rritur efikasitetin, cilësinë dhe integritetin në sistemin e drejtësisë. Në fjalën e tij, ambasadori Silvio Gonzato theksoi 2 çështjet që mbeten kryesore për gjyqësorin. Kryetari i Gjykatës së Lartë në Shqipëri, Sokol Sadushi, nënvizon se mirëqenia e magjistratit është themeli i drejtësisë besueshme. Në fjalën e tij në konferencën kombëtare të drejtësisë, Sadushi solli për herë të parë në qendër të politikës publike konceptin e mirëqenies së magjistratit si themeli i funksionimit të sistemit të drejtësisë së pavarur dhe efektive. Sadushi nënvizoi se sistemi gjyqësor nuk mund të vazhdojë të mbështetet tek magjistratë të lodhur, të pambrojtur dhe të mbingarkuar. Sipas tij, kjo gjendje ka prodhuar një krizë të thellë që cënon cilësinë dhe pavarësinë e vendimarrjes. Sadushi ndaloi veçanërisht tek roli i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilat megjithëse me detyrime të qarta kushtetuese nuk e kanë vendosur mirëqenien e magjistratit në qendër të politikë bërjes, duke thelluar boshllëkun institucional.
Gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit kalon për gjykim dosjen ARSH me të pandehur ish drejtorin e institucionit Evis Berberi dhe persona të tjerë. Me herët Berberi kërkoi gjykim të shkurtuar, por gjyqtari i seancës paraprak argumentoi se për këtë do të vendos trupa e gjykuese e themelit. Avokati mbrojtës i Berberit pretendon se nuk provohen akuzat dhe la në vlerësim të gjykatës në rast se hetimet janë apo jo të plota, si dhe për pranimin e kërkesës së tij për gjykim të shkurtuar. Në këtë çështje, nga 23 pandehurit, vetëm biznesmeni Valter Begaj ka kërkuar gjykim të zakonshëm. Ato do të gjykohen për veprat penale, shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në bashkëpunim, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, mashtrim me pasoja të rënda dhe falsifikimi i dokumentave kryer në bashkëpunim. Lirohet nga qelit e paraburgimit të dursit ish ministri mjedisit Lefter Koka. Gjyqtari Bib Ndrecak pranoi kërkesën e Kokës për shuarin e masës arrest me burg për inceneratorin e Fierit pas mbarimit të afatit 3 vjeçar të paraburgimit. Masa për inceneratorin e Fierit ishte vetmja çështje që mbante ish ministri në burg, pasi për inceneratorin e Elbasanit ai fitoi të drejtën e lirimit me kusht në korrik të këtij viti. Edhe për inceneratorin e Tiranës, i është shuar masa e sigurisë pasi ka mbaruar dënimin e marrë në shkallën e parë. Lefter Koka aktualisht ndodhet në spital për probleme kardiake. Politik. Partia Socialiste angazhohet se do të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen e Ballukut. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të shumicës qeverisë, ministri i Shtetit për marrëdhënie me Parlamentin Toni Gogu tha se qeveria shqiptare është në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për të vepruar. Qeveria do të bëjë atë që do vendosi gjykata kushtetuese dhe që do të jetë më e mira për shqiptarë, siç ka bërë gjithmonë. Në lidhje me çështjen e avokatit të popullit, Gogu garantoi se do të respektojnë kandidaturat e ofruara nga Partia Demokratike. Vendimi politik i grupit të Partisë Socialiste do të komunikohet nga kryetari i grupit parlamentar, për shkak se është çështje parlamentare, por ajo që mund të them si ministër i Shtetit për Parlamentin është që shumica socialiste është kujdesur që të respektojë procesin deri në fund, në detajet e ligjit organik që e rregullon atë dhe që mos të futet, siç e keni parë, ne nuk kemi mbështetur si shumicë socialiste asnjë kandidat, duke respektuar të gjitha ata kandidatë që ka sjellë opozita. Kryeministri Edi Rama hedh poshtë pretendimet se ka ushtruar presion mbi gjyqësorin për vendimet mbi çështjen Balluku. Në reagimin ndaj deklaratës së shoqatës së gjyqtarëve, Edi Rama shkruan se ajo gabon rënd nëse pret që të mbyll gojen e të mos ndajë me publikun opinionin e tij. Rama nënvizon se është vetë palë në gjyq kushtetues për shkak se funksioni që mbulon me votat e afro 1 milion shqiptarëve është goditur në pavarësinë e tij nga një prokuror dhe një gjykatës dhe rrezikon të gjymtohet për sot dhe për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore. Rama pretendon se shoqata e gjyqtarëve duhet ta di që do të gabonte, po kaq shumë sikur të priste heshtjen e tij për kërkesën skandaloze dhe të përsëritur ndaj gjykatës kushtetuese për riritjen e pagave të gjyqtarëve me vendim gjykate duke rrëmbyer kompetencat e qeverisë dhe parlamentit. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë reagoi pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në lidhje me çështjen Balluku, duke akuzuar për presion mbi gjyqësorin. Në reagimin e shoqatës thuhet se çdo deklaratë në lidhje me çështjet e gjyqësorit është presion politik. Kjo pavarësi vihet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklaratë që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore apo që ul reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe, thuhet në reagimin e shoqatës kombëtare të gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë. Belinda Balluku përjetohet nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera për Unazën e Madhe dhe për tunelin e Llogaras, ndërkohë që gjykata e pezulloi nga detyra. Pas këtij vendimi, kryeministri çoi çështjen në gjykatën kushtetuese. Kryetari i Partisë Demokratike deklaron se është gati për protestat mbarkombëtare. Një konferencë nga Selie Blu, Sali Berisha u shpreh se protestat janë e vetmja mënyrë për të kthyer shqiptarëve votën e lirë. Protestat do fillohen, jemi duke i përgatitur, po përgatisim dhe do fillojnë. Sipas ish kryeministrit demokrat, edhe fakti që gjykata kushtetuese nuk e refuzoi të palishme kërkesën e kryeministrit Edi Rama për çështjen Balluku është tepër shqetësuese. Vendimet e gjykatës, fakti që gjykata nuk e refuzoi të palishme kërkesën është tepër shqetësues. Mos harroni se kjo gjykatë ka shpallë të palishëm duke shkelmuar kushtetutën. 30 deputet të opozitës që paraqiten kërkesë për çështjen time. Krahas asaj, Berisha konfirmoi tërheqjen e demokratëve nga procedura e zgjedhjes së avokatit të popullit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se në prokurorin speciale ka një dosje për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Një deklaratë për mediat krye opozitës tha se dosja e zëvendës kryeministrit Balluku është ndarë në 2 pjesë ku njëra prej tyre është e kryeministrit.
Edi Rama ka hallin se është në rrallë pas Lubis, e keni marrë vesh që është nda dosja dysh, dosja Lubis dhe dosja Rams. Nuk flen ma dosja Rams. Dhe ai tani po bën gjithçka për të përdorur Lubin si parzmore. Sipas ish shefit i qeverisë, kjo është një nga arsyet që Edi Rama nisi një sulm ndaj gjyqtarëve për kërkesat e tyre për rritje rroge. Ish presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi reagoi për mediat pas daljes së tij nga Spaku, pyet për çështjen e 21 janarit. Ai kërkoi mirëkuptimin e gazetarëve për të mos zbuluar detaje nga çështja pasi është procedurë e sekretit hetimor. Shiko, tiet funksioni i prokurisë posaçme është thjesht hetimi për të dalë gjithmonë tek e vërteta. Pra në respekt institucionit, respektin tuaj, gjithçka është në fazë hetimi. Unë kam folur pafund, por tani që jam në këtë institucion unë e mbyll me kaq. Jo falenderoj. Ishte Bamir Topi. Endri Shabani do të jetë avokati i ri i popullit. Kandidatura e tij mori firmat e deputetëve demokratë dhe 85 votat e shumicës socialiste. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër, projekt vendimi miratohet. Në bazë të votimit, zoti Endrit Shabani zgjedhet avokati i popullit. Ai do të zëvendësojë në këtë funksion Erinda Ballancën, të cilës prej 3 vitesh i kishte mbaruar mandati. Menjëherë pas marrjes zyrtarisht të mandatit si avokati i popullit, Endri Shabani vlerësoi një votbesim sa të rëndësishëm aq edhe surprizues për nga dinamika e zhvillimit në sallën e Kuvendit. Megjithatë me keqardhje për vijën e pakuptueshme të partisë së tyre, duhet i falenderoj sinqerisht 35 deputetët e opozitës, të cilët me firmat e tyre më dhanë mundësi të kandidojë për këtë funksion kushtetues, shkruan mes të tjerash Endri Shabani. Kuvendi i Shqipërisë miratoi buxhetin e vitit 2026 me 81 vota pro dhe 16 kundër. Gjatë shqyrtimit u paraqitën 10 mendime nga deputetët për rritje fondesh në projekte të ndryshme, por asnjëri prej tyre nuk mori miratimin e shumicës. Ministri i Ekonomisë deklaroi se amendamentet e propozuara nga opozita, të cilat kapin shifrën 278.9 miliard lekëve, te i kalonin 10% të prodhimit të brendshëm bruto dhe do të cënonin objektivat e konsolidimit fiskal. Në total, rreth 8.8 miliard euro do të vijnë në dispozicion për shërbimet shëndetësore, pagat, mbështetjen sociale, pensionet, arsimin, bujqësinë dhe transportin rrugor, drejtësinë dhe sigurinë në kuadër të detyrimeve ndaj NATO-s. Vitin e ardhshëm parashikohet të zbatohet formula e re e rritjes pensioneve, e cila do të përfshijë bonuse mujore. Ekonomi. Kryeministri Edi Rama ju bëri thirrje investitorëve të huaj të investojnë në Shqipëri. I pranishëm në Forumin Ekonomik të Tiranës, Kryeministri i Shqipërisë përsëriti dhe një objektivin për antarësim në BE në vitin 2030, duke shtuar se vendi ynë është i qëndrueshëm dhe po ngrihet gjithmonë edhe më shumë. Antarësimi i Shqipërisë në 2030 është absolutisht i mundshëm dhe nuk jemi këtu për të pritur për Evropën, por që ta ndërtojmë Evropën këtu, dhe prandaj ne jemi kaq të zellshëm për të ndjekur këtë rrugtim drejt Evropës. Evropa nënkupton institucione, standarde, dhe nuk është vetëm politika, por është edhe zhvillim. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër dhe dua të përfitoj nga kjo mundësi që më jepet këtu sot, që gjithashtu të them edhe disa fjalë për investitorët. Ata duhet të kuptojnë të gjithë se momenti është tani dhe Shqipëria është gati për investime të cilësisë së lartë dhe afatgjata. Qeveria italiane ka gati planin për të rijapur qendrat në Shqipëri. Sipas mediave italiane që referojnë Ministrisë së Punëve të Brendshme, plani mund të gjejë zbatim në pranverë nëse marrëveshjet mbi 3 rregullore të reja të miratuara nga Këshilli Bashkim Evropian miratohen më 17 dhjetor. Hapi tjetër do të jetë miratimi në parlament. Gjadri, sipas planit të ministrit të Brendshëm të Italisë, Matteo Piantedosi, do të rihap dyert e qendrës për azil kërkuesit që vijnë nga vende të sigurta në pritje të përmbushjes së procedurave të përshpejtuara kufitare, duke konsideruar qendrën shqiptare si një qendër kthimi të krijuar në një vend të tretë të sigurt. Falë rregulloreve të reja europiane do të jetë e mundur të ndalohen emigrantët nga vendet e sigurta, aplikimet e të cilëve do të shqyrtohen përmes procedurave të përshpejtuara të kufirit. Art. Lauta e Malësisë është zyrtarisht pasuri e UNESCO-s. Lajmi është konfirmuar nga ministri Blendi Gonxha. Përmes rrjeteve sociale ai shkruan se Shqipëria mbetet e angazhuar për të ruajtur, promovuar dhe fuqizuar këtë pasuri të rrallë kulturore, duke mbajtur të hapur bashkëpunimin e ardhshëm me Kosovën. Lahuta shqiptare në UNESCO, trashëgimi botërore e njerëzimit. Arti i kënduarit, të luajturit dhe bërja e lautës përfaqësoi një element thelbësor
të identitetit në hapësirën shqiptare rurale të kultivuar ndër shekuj në krajinat veriore që nga Malësia e Madhe, Dukagjini, Malësia e Gjakovës, Rrugova, Drenica, Plava dhe Gucia, eposi i kreshnikëve dhe baladat të traditës shqiptare veriore në duart e laotarit kanë shprehur në shekuj virtytet e trimërisë, qëndresës, nderit, besës dhe mikpritjes. Shqipëria mbetet e angazhuar për të ruajtur, promovuar dhe fuqizuar këtë pasuri të rrallë kulturore, duke mbajtur të hapur dhe bashkëpunimin e ardhshëm me Kosovën, thuhet në reagimin e ministrit Blendi Gonxha. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.